Ditësie për mediat e Shkodrës. Një prej nesh sot nuk jeton më. Në Gjatrakaj dha frymën e fundit duke humbur betejën me sëmundjen e pashërueshme. Ai ishte dajagjati i gjithë gazetarëve të Shkodrës dhe lamtumira e tij është padyshim lajmi më i hidhur që ne mendonim ndonjëherë të shkruanim apo transmetonim. Në Gjatrakaj prej 17 vitesh ishte pjesë aktive e medias. Kishte nisur karrierën në News 24, njëkohësisht në TV Lezhë dhe së fundmi në Antena Televizion. Në rast të vdekjesh, duket se secili merita të paqëna, por ky nuk është një rast i tillë. Kush ka patur fatin ta njihte nga afër dhe të punonte me të, e di mirë se ai ishte i kudundolur, energjik dhe ritmi i tij ishte i papërsëritshëm, duke u bërë shembull për brezin e ri të gazetarëve dhe operatorëve të Shkodrës. Për herë i qeshur, me cigare në dorë dhe në motorin e tij si shok të pandashëm dhe për herë në ngut. Të punosh në media do të thotë të qëndrosh në kontakt të pandërprer me kolegë, të cilët në fund të ditës që nuk mbyllet kurrë, shndrohen në familjen tënde të re, me të cilët ti punon, konsumon kafet e para dhe thuajse çdo ditë ndan bukën. Në një të tillë rutinë, ti isha ai Daja Babaxhan që vendoste ekuilibra dhe shpërndante pozitivitet tek të gjithë ne, që me zë dhe nën zë kishim zili, energjinë dhe vullnetin tënd të pakthyeshëm, dhe sot të gjithë gazetarët të fajsojnë me dhimbje që nuk u tregove kaq i guximshëm edhe para kësaj beteje me jetën, dhe të qëndroje edhe disa kohë me ne, që sot kemi më shumë se kurrë nevojë për shembuj si ti. Stafi Antena Televizion shpreh ngushëllime të sinqerta familjes dhe të afërmve, teksa me dhimbje të jep lamtumirën e fundit. Dajagjat, ti je i pavdekshëm, pasi jeton në kujtimet e të gjithëve ne, që patëm fatin të njihnim dhe të punonim me një njerëz të jashtëzakonshëm si ti.